në gjykat, se unë isha dhe në gjykat, kishtë ndryshua emrin nga Edi Rama në Endri Kajsiu. Ka marrë emrin e Endri Fugës dhe mbi emrin e Bledi Kajsiu. E lexuat, besoj e kuptuat dhe ju. Po. Tani thot këtu se u arrestua, thot, Nikola Maduro dhe ca trushkullur, thot, po presin që delta të zbresin në Surrel për të arrestuar Edi Ramën. Pra, çfarë është kjo? Edi Rama e pranon vetë se është fajtor, por nxjerr si argument të vetëm, jo du ta lexoni këtë, se unë e kuptoj, nxjerr si argument të vetëm se Venezuela ka naftë dhe Shqipëria nuk ka naftë. Sipas ti, pra, sipas ti dhe kartelet në Venezuelë janë më të mëdha se sa kartelet në Shqipëri. Pra, sipas Endri Kajsiut, emri të ri të Edi Ramës, ja ka botu edhe ky, ja kishte botu edhe ky, është gazetari i Linda Ram, si quhet ky shpifsi, i dënuar për shpifje, i Prapaskenës, Doçi, edhe ky Doçi, e ka publikuar këtë. Pra, sipas Edi Ramës, problemi është se Shqipëria, Venezuela ka naftë dhe Shqipëria s'ka naftë. Pa çka se u thoshte shqiptarëve se Shpiragu noton mbi naftë. Këtë e harron ky. Ose u thot se kartelet janë më të vogla në Shqipëri se në Venezuelë. Pa çka se kartelet shqiptare kontrollojnë tregun e Europës. Pra, të gjitha këto dëshmojnë se Edi Rama pranon vetë fajsin, pranon se është Ramaduro i Europës, pranon se ka vetëm një fat dhe ky është fati i Maduros. Por këtë natyrisht do t'ja japin deltat, apo do t'ja jap populli shqiptar, unë them do jap populli shqiptar. Megjithatë, për djeni, me Gonigali ishte aty. Po kishte ardhur, po bënte dëshmi të reja, se është hap dosje e tij. Pra, këto janë, pastaj ka dhe ca gjëra tjera të marrëzira, po për të informuar që në akuzat kundër Sali Berishës rezulton edhe fakti se, dëgjojeni tash, se është për të fakti se pasi në vitin 92, shtetasi Sali Berisha është zgjedhur presidenti i Republikës Shqipërisë, duke qëndruar në pushtet gjatë natës 7, shtetasit maltezi, që në atë kohë s'kan asnjë lidhje me dosjen Partizani, konstatohet se kanë filluar investimet në përfitim të drejtash mbi pasuritë pa luajtshme. Tani dëgjojnë cilat janë pasuritë. Referuar deklaratave të dorëzuara në ILDKP të pasurisë, konstatohet se shtetësja Argita Maltezi ka evidentuar në deklaratën e dorëzuar me 16/8/2006, referuar deklaratës 31/3/2006 për vitin 1993, pronësinë vetëm të një apartamenti banimi me sipërfaqe 77 metër katror në rrugën Myzeqari, përfituar nga privatizimi. Pjesa që zotron 1/3 e apartamentit. Gjithashtu Sali Berisha deklaron se zoton një apartament 3+1 privatizuar, të drejt reale zotrojnë deklaruesit bashkëshortja dhe djali. Tani, kjo se vajza ime dhe djali im në përputhje me ligjin, vajza ime ka zotruar 1/3 në apartamentit siç i takonte në atë kohë, sepse ishte mbi 18 vjeç dhe ligji parashikonte, ligji 6.000 sa i privatizimit banesave,
Ky ligj parashikonte që fëmijët mbi 18 vjeç përfitojnë si është kodi civil. Kjo është dhënë si një dëshmi si një akuzë për korrupsion nga prokuroria politike. Edhe njëherë, prokuroria jep konkluzione të cilat jo vetëm nuk kanë lidhje me faktet për cilat ka akuzuar, por janë jo logjike. Për shembull, prokuroria posaçme në mënyrë që të rëndojë sa më shumë faktet pavarësisht se nuk jep natyrë penale shprehjetëse. Pasi në vitin 92 shtetas Sali Berisha është zgjedhur president i Republikës Shqipërisë, duke qëndruar në pushtet deri në vitin 97, shtetasit maltezi konstatohet se kanë filluar investime për fitim të drejtash mbi pasuritë paluajshme. Shtetasit maltezi kanë përfituar 1 milion shqiptar nga privatizimi i banesave, në atë kohë që të dy nuk kanë qenë kryefamiljar, por kanë qenë antar të familjeve që kanë privatizuar në përputhje me ligjin 7652. Kjo është pra noviteti i akuzës Altin Troplinit dhe ish delatit sigurimit shtetit, si kundër dhe Enkelejda Fetahut. Enkelejda Fetahut, sepse kjo është ose balla ose fetahu mund ta quajmë te. Këto ishin ka dhe një zhvillim tjetër shumë të rëndësishëm, ju lutem. Po patjetër, jo, po tu njoh se këto duhet i njihni po. Nga organizata e partisë së gjykatës kushtetuese. Dëgjojnë nga riku. Me datën 17 ju më keni pyet, a e ke dërguar këtë mas gjykatë kushtetuese? Unë e kam dërguar këtë mas gjykatë kushtetuese para një viti. S'mahet bën kur. Me datën 17 dhjetor, ata shpallën publikisht se do të jetë seanca plenare, tani nuk i bëjnë me publik, nuk i bëjnë as me avokatër, mblidhen në dhomë këshillimi dhe vendosin atë që mendojnë. Dhe në dhomën e këshillimit u mbledhën seancë plenare, nuk morën dot vendimin që donin, dhe një lloj si një organizatë partie, nuk shpallën vendimin. E kanë shtyrë seancën. Jo, pse kanë shtyrë, s'kan dhënë as shkaqet. Ishte seancë plenare. Mbi bazë dokumentash. Jo, asnjë dokument. Asnjë dokument s'kan kërkuar, ju lutem. Nuk është kërkuar asnjë dokument. Mbi bazën e mashtrimit dhe të urdhrit politik të turpshëm, të turpshëm, as ata nuk e dha njoftimin. Njoftimi u mor sepse avokati im bëri shkresë dhe kërkoi njoftim. Çfarë vendimi murët? Po me qenë se votat nuk u duelen për vendimin që donin, atëherë thanë nuk ishte seancë. Dhe do mblidhen seancë plenare, këta ishin në seancë plenare. Pra, këta tregojnë se janë një grup mjeransh, organizat e mirëfillt e Partisë Socialiste, gjykate turpit që vepron në këtë mënyrë.